Femra nashti nuk duhet më mbulu gjithmonë ajo ka arrit një zhvillim shumë i madh që ka shumë pjesë të vogla ku femra mund të kanë e pabarabartë. Krejt fuqia e zhvillimit dhe barazisë qëllon tek fuqia brendshme e individit. Nuk vjen të diskutuna. Zhvillimi vjen tek vëdësimi i personit. Tema të ndryshme rreth femrës ashtu edhe në farë forme po vjen deri te pika e viktimizimit. E bojnë atë gjallë ma ndryshe mundi se vajze. Kur e ki fatin me qenë as familje, e vetëm ja zgjidhë është që ti duhesh me luftu vetë. Si jeni? Po mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë, faleminderit. Nga po na vjen? Jetoj në Prishtinë, vi nga një qytet tjetër nga Klina. Nga Klina? Që kena Klinën se Klinë shpesh kemi ardhur atje. Mirë është Klina. Klina si një qytet e vogël, shumë e bukur e mirë. Mirë, po një qytet që çdo herë ka gjallëri. Po, realisht Klina ka qenë gjithmonë ashtu pika asaj që është vetë mes disa qyteteve që është pikë takim. Ka qenë shumë e frekuentuar mirë, tash është pak me qetë sepse njerëz kanë filluar që të largohen nëpër vendet ndryshme të Evropës, po mirë është, një qytet e qetë. Ju jetoni në Klinë apo? Jo, unë jetoj ka vite që jetoj në Prishtinë, veproj këtu, punoj këtu dhe jetoj këtu. Sekret, po një perspektivë më të mirë. Po. A ndikon një femër sot? Si e sheh? Po si ta shohim një femër, një krijesë e barabartë njerëzore si krejt krijesa të tjera që janë njerëzore. Femra nashti nuk duhet më mbulu gjithmonë ajo pika e femrës si ka qenë përpara, sepse sot nuk është ashtu. Unë mendoj që femra është e barabartë. Nashti ka pjesë dikun që nuk është e barabartë, po ato mbetet në fuqinë individuale për me punu normal edhe shoqënia që duhet me ndërhy. Po mendoj që ka arrit një zhvillim shumë i madh që ka shumë pjesë të vogla ku femra mund të kanë e pabarabartë. Ka disa vende rurale që ndoshta janë ka disa vende rurale, po siç e seka më herët që krejt fuqia e zhvillimit dhe barazisë qëllon tek fuqia brendshme e individit. Kështu që na si shoqëri mujna me ngrit tematika të ndryshme, mujna me bënë tema të ndryshme, po prapë zhvillimi nuk vjen të diskutuna. Zhvillimi vjen tek vëdësimi i personit, që ai duhet me bëj zhvillimin, pavarësisht është femër apo është mashkull. Kum pa shumë edhe kum dëgju kohëve të fundit që ka shumë temat ndryshme rreth femrës ashtu edhe në farë forme po vjen deri te pika e viktimizimit që nuk është gjë e tillë. Po s'po di çfarë të them, realisht është një situatë që dikun ka pabarazi gjinore, dhe dikun ka. Tash nëse diskutojmë na sipërfaqësisht, mundet me pas diskutime ka barazi, dhe dikun thotë s'ka barazi. Kështu që mendoj që në shoqëni çdo qytetarizëm ka pika ku mundet me kanë femra apo mashkulli i pabarabartë. Së këtë rast mundet me qenë edhe mashkulli i pabarabartë. Varet prej personalitetit të personit dhe karakterit të personit me cilin jeton. Nuk ka të bëjmë kjo me gjini. Në familjet tënde, a ka ndalluar vajzë? Jo, nuk është unë për veti përkas një gjenerate që adoleshenca në kom fillu pak para luftës edhe mas luftës, po nuk ka qenë, pavarësisht që para luftës ka qenë një situatë shumë e vështirë, sidomos në rajonin tonë për shkak që ka pas shumë vendbanus tjerë, po në familjen time pikërisht ka qenë një fuqi shumë e madhe që kanë shty femrën, nashtë edhe me qenë model për të tjerët që me kanë një zhvillim i barabartë. Nashti kemi pas pengesa për shkak të rrethonave të situatës para luftës, po nuk ka ardhur ajo pengesë për shkak të familjes teme, ajo ka ardhur për shkak të rrethit shoqëror dhe të mosdepërtimit të shpejt në zhvillim. Kaq. Sot nashti ka pika që me disa pjesë që është pak e vështirë me depërtu ti si femën, po kjo ka të bëj pak me egon e meshkujve, me personalitetin e meshkujve. Jo në është tërësi se kjo ego e kum pa që është jo veç tek femrat, po në raport me meshkujt. Që nëse është në udhëheqje një person që e ka ego në lartë dhe dënë me jetu për personalitetin e ti, për emër, ajo ka shumë vështirë me liu tjetrit, pavarësisht është femër është mashkull. Kështu që në këtë pikë pak femrat i kanë muj me thonë që i cilësojnë si të buta, edhe menojnë që nuk mujnë mja dalë në udhëheqje apo diçka, po ka. Menoj që është u bërë një zhvillim që po lejohet femra me kanë e barabartë. Apo do të mendon se një femër më shumë në vendet punës, në vende kudo që domethënë. Unë për veti momentalisht punoj me një kompani gjermane, edhe thëm drejtën 80% jemi femra.
mendoj që nuk është pikë diskutimi për punë, hiç as pak. Është shumë, mendoj që shumë kohë kjo është zhduk kjo pikë. Se sot, nëse na punona me një biznes privat, ati nuk i intereson a je femën, a je mashkull. Ati i intereson kualiteti punës dhe i intereson me arrit zhvillimin e punës. Kaq. Nuk i intereson kjo pikë. Nashti është një kategori njerëzve që tentojnë me qëndru në pikat e punës shtetnore, edhe kur është tani konkurenca shumë e madhe i bojnë këto diferencime, po sa përket sektorit privat nuk është as pak keq. Unë punoj për 2009-ës, kur s'ka qenë kjo? S'ka qenë, domethënë, Jo, jo hiç, kemi qenë në barabartë. Çfarë bën një femër të fortë, luftarake sipas teje? Siç e ceka është energjia e brendshme, është perspektiva e saj, cilët e saj, na ku po do me bën. Edhe është me qenë e këmbgulshme, nëse ti, pavarësisht a e femën a e mashkull, nëse ti e ki një synim me arrit një jetë, në dështimin e parë të rhiqës, atëherë kjo këtë bëjmë me personalitetin edhe s'ka lidhja e femën a e po mashkull. Do është me qenë i këmbgulshëm, ata që donë me mri, normal një diçka që donë mu zhvillu, edhe me mri donë punë, sakrificë, edhe i ka sfidat e veta. Por kemi familjar që vajzat edhe djemët bëjnë dallime shumë. Një vajzë ndoshta japin drejt, jo sa duhet, por një djali pse është djalë, ka drejta më shumë. Ose e bëjnë atë djalë më ndryshe mundi se vajzë. Kjo është e keqe. Realisht ekziston hala në disa periferi të shoqënisë tonë, po e di që ka një. Është nashti pak e vështirë shumë për qatë person që është femënat, familje me ngrit një karakter shumë të fortë për me depërtu, po unë mendoj që kur e ki fatin me qenë asë familje, vetëm ja zgjidhe është që ti duhesh me luftu vetë. Nuk duhesh me fokusu energjin që ka thot rrethi, se sot është një situatë që njerëz mundin me dalë dhe me depërtu vetë. Nuk mund të kërkosh më t'i lidh as kamt as duart dhe ti mundesh më zhvillu. E rëndësishme është që ti mos mund ndiku prej energjisë të rrethit, edhe me besu tek fuqia jote e brendshme që ti me punë edhe me përkushtim mundesh m'ja dalë aty ku do më shku. Telefon, po do të marr shumë po një mesazh gjitha grave, gjitha vajzave që do të shërbej për shumë për jetën. Çfarë kush e thon? Besoni vetës suaj, mos e humni kurrë energjinë e brendshme që e keni, dashuroni në vetën e juaj. Mos e humni dashurinë për çfarë do arsye që ju bën jeta me u dëshpëru, edhe luftoni gjithmonë për me sjell diçka të bukur në jetë. Përkatësie. Dorë më të mirat. Shumë faleminderit për kohën.